Sondazhi Arjan Çanit ja sa mandate deputetësh marrin Partia Socialiste dhe Partia Demokratike. Një sondazh i emisionit Zonë e Lirë në bashkëpunim me Sonteka i zhvilluar javën e fundit tregon sa deputet merr secila parti në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Sondazhi ka pyetur se për cilën parti do të votoni nëse zgjedhjet do të mbaheshin këtë javë. Numrin më të madh të mandateve e merr Partia Socialiste, e cila me në krye Edi Ramën po shkon drejt fitores së mandatit të 4 të qeverisjes me 71 deri në 74 mandate. Sipas sondazhit, koalicioni i Partisë Demokratike nuk merr më shumë se 49-55 mandate. Partia e Tom Doshit 3 mandate, kurse surpriza nga partitë e reja është Adriatik Lapaj me 1 deri në 4 mandate. Rezultatet e këtij sondazhi janë surprizë pasi drejtuesi i emisionit Zonë e Lirë Arjan Çani, pavarësisht se është një opozitar, e pranon që Edi Rama i vetëm do të fitojë mandatin e 4. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.